Natyrisht në shkëmbimet mes Rogertit ka patur edhe fjalë të tjera të cilat kemi zgjedhur të mos t'i përfshim në këtë klip. E shoh malin të prekur me të drejtë të prekur. Shkuam nga një Rogert që ishte në mënyrë genuine i interesuar për historinë e tij në një njerëz që me sa duket e kishte parë historinë edhe kishte lexuar për të dhe dinte të shtypte në thonjza butonat e duhur. Mal. Ledion, si je? Hajde Mali! Aty kesh të më doket pak maj forë, si ti që ndodhet. Ashtu ishte në sfidë, prandaj. Ishte në sfidë. Kulli po më doket më ka forcua aty pak. Nuk i kum prit, jënë konë për gjatë aty në 7 ore ku marrë ofendime nga ma të shumëtat, nga të ma të shëmtumat. Ky ka ardhë, besom, ka hup krejt, besom, më falni. E di, e mirë kuptoj. Më falni. Ledion, Po mirë, të dëgjoj. tani, ky personazhi këtu e ka filluar që në ditën 1 si ka ardhur këtu dhe dihet qëllimi i tij pse ka ardhur këtu, e ka parë këtë Big Brother 30 e kusur ditë, e din se ku janë pikat e dopta, e filloj me ne dhe vazhdoj me Malin, dhe vazhdoj të situata e Malit që ne kemi parë të gjithë këtu, ne e dim se çfarë situate ka pas Mali me familjen e tij. Ne kemi qenë me Malin pavarësisht problemeve që kemi brenda për brenda. Dhe ky është një njeri nga personi që është njeri i pistën, është njeri që nuk ka ti duhet dalësh jashtë. Miri, Robert, të dëgjojmë pak Malin. Të dëgjojmë pak Malin. Ti e fe informacionin. A ka mundësi më falë? A ditë përveç sfidës me Akull që e pota një sfidë tjetër. E pota sfidën me ofendimet e Rogertit që doshtë mju balafaqu jo 1 orë, jo 2 orë, po 7 orë. Ofendimet që jënë konë ekstrem të ullta që kur njëtën tem nuk mi ka thonë kërkush, e lema o para ketë shqiptarëve që jënë konë ekstrem të ullta. Ajo pjesa që nuk kam gjak shqiptari, nuk u konë ofendu se vish për mu si mal, po konë shumë ofendu se për shkak familjes që vi. Unë Rogert nuk vi për një familje... Përdore ti, si dosh ti. Hajde është ati për e jorë. Hajde marrë bla. Hajde marrë bla për e fos maj mund të kime. Hajde të një që të Rogert. A ko mundësi, Rogert? Besoj të dëgjuam mjaft. Rogert kena një 7 orë, tash në dëgjëm mu një 5 minuta, okej? Kom një 7 orë të kohë, 7 orë, tash në dëgjëm mu 5 minuta, okej? 5 minuta. Me ma thona të gjonë nuk u konë ofendu se vish për mu si mal, po u konë ofendu se edhe për arsyet familjes që vi. Se Rogert, unë nuk e kam një nonë të zakonshme, po e kam një nonë shumë t'jarë zakonshme, e cila ka sakrifiku shumë edhe ka kontribu në ekstrem shumë me kongët e sojna, me artin e sojna për Kosovë e për Shqipni. E me ma thona të gjonë shumë e ronë për mu, se nuk e kam një nonë të zakonshme, po kanë jashtë zakonshme e cila ka kontribu shumë për shtetin tonë, edhe ka pas kongë në ekstrem shumë për dëshmur e për venin tonë. Me ma thonë ato që s'kom gjatë shqiptari, më shumë e ronë për mu, se nuk e kam një nonë, e kam një nonë të jashtë zakonshme që e du shumë. Ma një forca. Sa përket pjesës tjetër, pjesa ma shtirë që u konë këtu për mu, u konë kërë këmë taku bovën tem, nuk u konë letë fare. Vendimi që u ku marë, nuk u konë letë fare me marë atë vendim. Po e di që ka qenë falë, e di që ka qenë vendimi i duun për arsye se pse s'jena taku për gjatë tonë aty në viteve, nuk u më dorë që a i takim mas krejt aty në viteve me konë këtu në Big Brother, ku më dorë me konë një takim tjetër, edhe din shumë mirë që ku më thonë. E ku më thonë shumë qarë që kemi mu taku, po jo këtu, kemi mu taku me një kohë edhe me një vend tjetër. Edhe këto adin shumë mirë, po ti u mundove këto... Luta.
Një sekond. Ti jave informacionin. Atëherë, dua të pyes pak Rogertin. Rogert, qëllimi është lehtësisht i kuptueshëm, po deri ku mund të shkojë dikush? Apo ma thu cili është qëllimi para se ta them unë ty, që po thu i kuptueshëm? O ti zonjë jam të pyet Ledionin. I dashur. Do Merë guximin ti me historinë e familjes tënde. Merë guximin me lujt me historinë e familjes tënde. Me lujt me traumat që kum përjetuar në gjatë jetës tënde. Të dashur ti je vazhdo punën tuaj. Ti je të dashur, je i tërshëm, je i fëllishëm. Me lujt me traumat që kum përjetuar gjatë jetës tënde është e tërshëm ideja. E kuptoj Atëherë, ju lutem, banor, miri. E kuptoj ngarkesën, ju lutem. I dashur, a të dukem gjë deficient unë ty? Jo, po më the. A të dukem gjë deficient? Jo, unë ty, a të dukem gjë deficient? Jo, po ty. Ashtu. Ndërkohë, po ta them edhe një herë, nëse nuk të dukem deficient, mos më bëj mua pyetje deficiente, okay? Edhe një herë, qëllimi është totalisht i kuptueshëm. Deri ku mund të shkojë një njeri për lojë, i dashur Rogert? Në qoftë se unë Ti sa ty, mundet me shku edhe DJ Gimbal. Jo, unë e kon shumë kundër. Shumë kundër e kon unë prej çati llofi pimranë e kon shumë kundër. Lavanderi ku po me ty për çiti. A do më gju. Edhe shumë mirë që këtë më por sondës kjo. Shifit tani. Ka dy gjana këtu. Qëse a unë jam në një loj, dhe unë du me dha një mesazh tek oponenti jem, në qoftë se Mali ka linë Shqipëri dhe është krenar me kënë shqiptar, qa do që them unë për gjakun e tina, s'ka të bëj fare. A filloj. Një moment të mbajroj. E dyta. Unë dosha me i dha një mesazh dhe kam gjithë ditën që kam dash me i dha një mesazh. Unë si Gert i kam thënë, në qoftë se ne, shqiptarët, na kanë vra babën ose nanën, hasmin e gjithmonë i kena landorën. Ky nuk doli asmi landorën babës. Ky ka mesazhin që ka dhënë. Ky nuk stop, banor, stop. Ju lutem, Kristi, të lutem. Atëre. Ti Rogert, a je shqiptar? Normal, se unë s'marr pjesë në A di atë fjalën e famshme të shqiptarve që fjala vret më shumë se plumbi? Patjetër. Atëherë, nëse e di këtë fjalën, të gjitha gjërat që ti i ke thënë Malit në këtë rast kanë qenë të qëllimshme për të vrarë një shqiptar tjetër. Jo, mos e exagero. Jo, më Ledion, jo. Si kanë qenë? Se për një loj nuk vrasim kene, o Ledion. Shqetësoju. Përdora një metaforë për të përshkruar atë që ndodhi. Metaforë jot në këtë loj nuk hy punë. Ku e merr guximin ti me lujt me historinë e familjes? Vërtet, ë? Që t'jena pastër. Ku e merr guximin ti me lujt me historinë e familjes tëme, me traumat që kum përjetuar në gjatë jetës? E funit. Ti je i turp, nuk je njëri fare, si emocione fare, nuk je limitën këtu. Nuk bëhet loj me familje këtu. Okej? Nuk bëhet loj me traumat që kum përjetuar në gjatë jetës tëme. Okej? Nuk ta lejoj fare, o kuptum. Nuk një gjë dot. Dhe cila është e fundit? E fundit ishte, para 3 ditëve unë doja me njof Malin tamam, si që ishte, dhe ky nuk donte për me më tregu mu. Nuk t'ja pillogari fare të për familjen tëmë, okej? Je personi ma joli këtu. Një thash, mos me del në shteg se do të bi fort. Edhe i rash dhe e bana. Je i por, je i fëllitur. As edhe një pendes, nuk kam. Nuk e as edhe një pendes. Jo. Arbër. Ja do ti. Tani. Lutem ngrini pak zërin e arbrit në shtëpi. Ti u pëtaj se s'kom gjak qytetarë, pse e le vendin tonë, pra, pse shkove në Londër? Një gjoj. Unë se kum ndru vendin tonë. Nuk ishte zgjallë ja janë. Ja, pas të bëjën. Më rritë që do shty bëjën. Ka me konkrenot, ka me shty bëjën. Nuk e ndroj vendin tonë, me asiment tjetër, kur, do të një vjetë. A këtu? Ti e ke ndru vendin tonë, e ti po bojë për gjak qytetarë. Unë se kum ndru dhe nuk e ndroj kur. Arsyeja sepse e kam ndru unë, ka zgjallë nana baba jem. Pse s'shan nanën e babën tem? Në kod ma të shtira, që ku përjetu une, e të shumë shqiptarë,
Shajnë në babën tënë, se si shanë. Shajnë në babën tënë, se si shanë. Shajnë, se si shanë. Po ky është ndryshon. Shajnë, se si shanë. Se nuk shanë në në babën. Në lëgojnë ti, ma. Në lëgojnë ti. Ma thuj, në lëgojnë. Vjenera alkohol, vjenera alkohol. Opjanec, vjenera alkohol. Unë kuqimin e ndërron post zakonin dhe Opjanec, vjenera alkohol. Vjenera alkohol, opjanec. Rogert, Kristi, një moment, flet Arbrim. Ledion, tani, e para Gert, unë nuk mendoj që këtu ka vënd për diskutuar... E kam emrin Rogert. Gertit, thamë Rogert. Okej, dakor, Rogert. Faleminderit. Tani që ti e ke nda mejen, me shku deri në fund negativ, unë këtë e kuptoj. Po. Okej? Tani e dyta... Po, kërkove falje kështu. Tani, çando? Po, nga frynera. Tani, kur ta bëj tani, pse dëgjoj të lutem më dëgjoj. Ti je nga ata negativet, po nga ata negativet e këqin shumë. Sepse ti nuk heq dorë deri në fund, do me pas si shkon debati deri në fund dhe thun pjesë dytë, i fusi të falë me unë, ose në pjesë tretë varet se si ta jep truri. Tani. Tani. Se nuk po të gjoj se po fisni shumë veta një kosisht. Tani, unë të gjova së ndërpreva, okej? Së ndërpreva asë njerën për atyre, kështu që të lutem gjohë deri në fund. Pa problem. Mënyra si reagon, kur bashkë bisedon, të regon që ti nuk e cip, se njeriu ka i cip. Ti nuk e cip, ti kalon çdo kufi normal dhe njerëzor. Pse po them? Mirë e the ti faktikisht kur bërë analizën tënde, që the jam i pamëshirshëm. Do më thënë i pa shpirt. Ti ke parë shumë mirë historinë ati. Ti e di shumë mirë që ka ndodhur me historinë ati. Dhe duke përdorur këtë gjën që ke parë jashtë, tentove që ta dërmoje atë emocionalisht derisa ai të dilte nga vetja. Por në fakt, unë këtu du të nxjerrem pa gjë tjetër. Se negativitetin tënd e ka parë edhe shtëpia, e kam parë edhe unë që jam jashtë. Dhe nuk me surprizon më, se unë kam thënë ti e tullumbas, tani plase. Ja, bravo. Por ajo që më surprizon për mirë, ai që më surprizon për mirë është sjellja e Malit. Pra, forca Mali, forca. Unë mendoj se kësaj gjëje ne duhet i marrim më të mirët, edhe ata që e shohin këtë program. Njerëz si Rogerti, në jetën e përditshme ka sot dush. Por njerëz të mëdhenj janë ata se si të sillen përballë ti. Dhe Mali e përballoi me shumë dinjitet një njeri që ka një mlef të jashtëzakonshëm për të shkatruar emocionalisht një dramë të madhe që mund të ketë kaluar dikush. Tani, për ta përmbyllur, i dashur Rogert, uroj që faljen ta kërkosh që pjesën e parë mos presësh deri pjesën e tretë. Dhe forca Mal. Sepse dhe një mesazh shumë të rëndësishëm se si duhet të reagojnë njerëzit ndaj një njeriu tillë. Dua të pyes pak, më fal. Dhe nuk do ta vazhdoj më këtë komunikimin me ty për sonte. E di pse? Sepse kam kuptuar që ata që s'duan më të dëgjojnë mendimin tim, unë do t'i lë aty ku janë, sepse ti nuk zemen vlla. Kështu që vazhdo, inshallah po del për marë. Trujt zoti, faleminderit. I them kurajo dhe forca gjitha këtyre tjerëve që të përballen me ty. Respekte, faleminderit. Dua të pyes pak edhe Brikenën, e cila ka qenë e pranishme edhe ka diskutuar edhe me Rogertin gjatë sfidës, por edhe mbas. Atëherë Ledion, unë fatkeqësisht kam qenë aty kur ka ndodhur ngjarja, edhe kam qenë vetmja që i është rivoltu në atë moment, edhe sot mëngjes ju kam rivoltu. Unë me tregu drejtën komet pa fjalë se çysh një person mundet, domethënë me shkel çdo gjë për një lojë. Domethënë, unë e përgëzoj shumë Malin se çysh ka mujt me qëndru kaq i fortë që mos me dal prej vetës, edhe unë mendoj që thjesht e ka një fortë të jashtëzakonshme, edhe mendoj që Rogerti thjesht e ka pa historinë e Malit nga jashtë, e ka pa se çka kanë thonë komentet, edhe mendoj që i ka shiku në gjë edhe ka ardhur këtu edhe ka menuar që nëse ky e godet në atë pikë, mund të marrë pikë nga jashtë dhe mund të jetë ky domethënë krye fjala dhe mund ta nxjerr nga loja Malin, por që Mali ka qëndruar shumë i fortë dhe nuk është nxjerr nga loja. Forca Mal. Mateo? I poshtë.
Kam qenë prezent gjatë momentit konfliktit të Rogertit me Malin dhe mund të them që ishte e padurueshme ajo skenë. Ishte komplet e turpshme nga ana Rogertit që vazhdonte sulmonte, përsëriste prapë, po punën e familjes, punën e mamit, punën e babit. Do më thënë, jam asaruar unë aq shumë sa nuk për duroja dot unë, kur po e gjoja dhe jo me Malin, edhe jam prek shumë kur kam pa Malin për lotur dhe thjesht nuk e shifja dot fytyrën e turpshme të Rogertit që vazhdonte. Dhe ty duhet vit turp nga vete. Ti je që bluzën e kërceve. Ti je njeri që nuk vjen zor me fytyrën tase që ti je shet prime. Ti je shet vetë për këtë prime. Edhe çam theti, po ti je pa fytyrë, ti je pa tjetër. Ty duhet vit turp. Dole tu kërcoj që i njeri si puna jote promovohet në televizion. Ti duhet dalësh fare televizion, o shoku, është turp që ekziston njeri si puna jote. Vazhdo. Rogert, të bëj një pyetje, nëse do ishe shikues i kësaj skene nga shtëpia, do ishe me Malin apo me Rogertin? Është pyetje që Arba Ardari tha, si tha, i pa cip, nuk kam koment për ta thënë. Sigurisht do ishte me Arbrin, edhe me komentin e Arbrit. Se kam iden. Lediona, mos e ndonjë mendim i pa cip nuk ka mendim fare, kështu që